Me sa duket, unë isha personi i parë që pash në një gomar një krijesë të bukur dhe inteligjente. Të gjithë në Shqipëri qeshnin kur unë flisja me ta dhe i ushqeja, por disa nga fëmijët filluan t'i përkëdhelin edhe ata dhe të citojnë fjali që u kisha mësuar në shkolla, kështu që shpresoj se ata do të arrin të kuptojnë gëzimin e miqësisë me kafshët. Kështu e përshkruan Katerin Oleri përvojën e saj në Shqipërinë e fund viteve 20, një vend ende i ri si shtet, me plagë të freskëta nga kaluara e trazuar dhe me një ekonomi që mbështetet pothuajse tërësisht te fuqia shtazore. Në shkrimin e saj Oleri tregon se kishte ardhur për herë të parë në vitin 1928 së bashku me Violet Wood, përfaqësuese e lëvizjes ndërkombëtare për mbrojtjen e kafshëve. Vizita e tyre nuk ishte thjesht simbolike. Në Tiranë u hodhën themelet e një shoqate për mbrojtjen e kafshëve dhe u hap një dispanseri veterinare, e pajisur me barna nga organizatat britanike, ku veterineri kryesor i qeverisë shqiptare premtonte të ofronte shërbimet e tij. Një vit më pas Oleri u kthye sërish, këtë herë me shpenzimet e saj. Ajo e përshkrua një pritje të pazakontë për një vend ballkanik të asaj kohe, pasi autoritetet lokale i ofruan çdo lehtësi të mundshme ndërsa institucionet shtetërore i hapen dyert. Gjatë kësaj vizite ajo mbajti plot 68 ligjërata në kolegje, shkolla dhe të gjitha niveleve, shkolla ushtarake, polici dhe burgje. Veçanërisht e prekur mbeti nga bashkëpunimi i strukturave arsimore, të cilat sipas saj treguan një gatishmëri të rrallë për të pranuar idetë të reja mbi marrëdhëniet e njerëzit me kafshën. Në letrën e botuar në shtypin britanik, Oleri thekson se pjesa më e madhe e vuajtjes së kafshëve në Shqipëri nuk vinte nga mizoria e qëllimshme, por nga varfëria dhe mungesa e dijes. E kaluara e trazuar e vendit kishte lënë pak hapësirë për zhvillimin e ideve që edhe në Angli ende nuk ishin plotësisht të përhapura. Në fundin e viteve 20 dhe fillimin e viteve 30, Shqipëria ishte ende një shtet i ri, në përpjekje të vazhdueshme për të ndërtuar institucione, për të konsoliduar rendin publik dhe për të krijuar një identitet modern evropian. Varfëria ishte përhapur, infrastruktura kufizuar dhe pjesa më e madhe e popullsisë varet drejt për drejt nga kafshët për transport, bujqësi dhe jetesë. Në total Shqipëria numëronte rreth 6.4 milion kafshë, duke qenë një ndër 3 vendet me numrin më të lartë të tyre në raport me popullsinë në Europë. Në këtë realitet të vështirë, mirëqenia e kafshëve nuk ishte prioritet shoqëror. Vuajtja e tyre ishte shpesh pasojë e kushteve ekonomike dhe mungesës së dijes, më shumë se sa e mizorisë së qëllimshme. Megjithatë, pikërisht në këtë periudhë, fillojnë të shfaqen shenjat e para të një ndërgjegjie të re qytetare. Në Shqipërinë urbane të viteve 20, kishte tashmë shenjat e një ndryshimi të heshtur në marrëdhënien mes njerëzve dhe kafshëve. Veçanërisht në Tiranë, dokumentet tregojnë se gjithnjë më shumë qytetarë kishin nisur të banin qenë jo vetëm për roja apo punë, por edhe thjesht si kafshë shoqërie, për qejf, për afërsi emocionale dhe për praninë në jetën e përditshme. Ky realitet pasyrë të qartë një masë administrative të vitit 1926, vendosin e taksës së luksit për qend. Sipas rregullores, qentë mbajtur për luks tatoheshin me 10 franga ari në vit, ndërsa qentë e gjuetisë me 5 franga. Çdo vit kryhej regjistrimi i qenëve nga bashkia përmes të punësve të posaçëm, ndërkohë qentë e rojeve dhe barinjve përjashtoshin nga taksa. Një dallim domethënë që tregon se shteti kishte filluar të diferenconte mes kafshëve të punës dhe atyre të mbajtura për shoqëri. Kjo masë është veçanërisht e rëndësishme, sepse paraprin krijimin e shoqatës për mbrojtjen e kafshëve. E në këtë mënyrë, në vitin 1928, Shqipëria kishte organizatën e parë për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve, pa pasur ende një organizatë për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Shoqata shqiptare për mbrojtjen e kafshëve, apo siç njëhin ndryshe Shoqënia për mbrojtjen e shtazëve, nuk u themelua thjesht si një strukturë formale. Ajo lindi si një rezultat i një bashkimi të rrallë figurash nga fusha të ndryshme të jetës publike: arkitekt, mjek, intelektual, diplomat dhe ushtarak, të cilët ndanin një bindje të përbashkët, se mënyra se si një shoqëri trajton kafshët është pasqyrë e nivelit të saj qytetërues. Në fillesat e shoqatës roli u ndan qartë mes patronazhit simbolik dhe drejtimit praktik. Nga njëra anë ishte Sadia Toptani, nana mbretëresh, e cila vendosi shoqatën nën patronazhin e saj të lartë. Ky nuk ishte një rol ekzekutiv, por një mbështetje morale dhe institucionale me peshë të madhe publike.
Në Shqipërinë e viteve 30, ku nismat humanitare kishin ende nevojë për autoritet shtetëror që të fitonin besim dhe legjitimitet, prania e saj dha kauzës status zyrtar dhe vendosi mbrojtjen e kafshëve brenda projektit më të gjerë të modernizimit shoqëror. Patronazhi i nënës mbretëreshe bëri shoqatën të dukshme, të pranueshme dhe të respektuar në sytë administratës dhe të publikut. Nga ana tjetër qëndronte Oakley Hill, veterineri britanik që përfaqësonte boshtin praktik të kësaj nisme. Hill ishte organizatori kryesor në vitet e para. Ai hartoi raportet veterinare, koordinoi punën e dispanserive, mbikëqyri trajtimin e kafshëve dhe mbajti lidhjet me rrjetet ndërkombëtare të mbrojtjes së kafshëve. Në dokumentet e kohës emri i tij shfaqet si nënshkrues i korrespondencës zyrtare dhe si figurë qendrore në funksionimin e përditshëm të shoqatës. Oakley Hill ishte një oficer britanik i dërguar në Shqipëri në vitin 1929 për organizimin e gjandarmerisë. Ai jetoi disa vite në vend, mësoi gjuhën, bashkëpunoi drejt për drejt me mbretin Zog dhe më pas u angazhua në rezistencë dhe ndihmë humanitare, një figurë kyçe në kontaktet shqiptaro-britanike të asaj kohe. Në thelb këto dy role plotësonin njëri tjetrin. Sadje Toptani dha nismës autoritetin dhe simbolikën shtetërore. Oakley Hill i dha strukturën, metodën dhe përvojën profesionale. Ata të dy bashkë plotësonin dimensionet e domosdoshme të çdo përpjekje humanitare në atë kohë. Ishte pikërisht ky kombinim që lejoi shoqatën për mbrojtjen e kafshëve të kalonte nga një iniciativë mbështetur nga të huajt në një strukturë gjithnjë më të integruar në jetën institucionale shqiptare. Mes themeluesve ishte arkitekti Qemal Butka, një nga figurat kryesore të urbanistikës shqiptare të periudhës, i cili sillte në këtë nismë përvojën e tij në ndërtimin e hapësirave moderne të qytetit. Krahas tij qëndronte mbi atë frashëri intelektual dhe diplomat, për të cilin çështjet e qytetërimit dhe edukimit shoqëror ishin pjesë e pandashme e vizionit për Shqipërinë moderne. Në grupin themelues përfshiheshin gjithashtu Abedin Nepravishta dhe Naim Vreto, ky i fundit si një nga profesionistët kyç të shërbimit veterinar shqiptar, i përfshirë drejt për drejt në mjekimin e qindra kafshëve në dispanseritë e Tiranës. Krahas tyre ishte kolonel Berestovski, një figurë ushtarake që simbolizonte mbështetjen institucionale të nismës, si dhe Fred Mekard, përfaqësuesi i komunitetit të huaj në Tiranë. Në rreshtin e parë të kësaj përpjekjeje qëndronin dhe gratë angazhuara të jetës kulturore dhe shoqërore, Media Frashëri, Shahili Bohova dhe Maria Serreqi. Një prani domethënëse për një Shqipëri ku roli publik i grave sapo kishte nisur të zerohej. Lista mbylli me Dimitër Beratin, publicist dhe figurë politike, i cili sillte përvojën e tij në komunikimin publik dhe në ndërtimin e diskursit qytetar. Ky kombinim njerëzish nuk ishte i rastësishëm, sepse së bashku krijoi një platformë ku mbrojtja kafshëve nuk shihet si çështje periferike, por si pjesë e projektit më të gjerë për modernizimin e shoqërisë shqiptare. Në thelb, shoqata shqiptare për mbrojtjen e kafshëve ishte një mikrokozmos i Shqipërisë që aspironte të bëhej europiane. Një vend ku humanizmi nuk mbetej vetëm ide, por përkthehej në institucione, rregulla dhe veprime konkrete. Shoqata mbante dispanser veterinar, organizonte konkurse për pronarë që mbanin kafshët në gjendjen më të mirë dhe përpiqej të shtrinte aktivitetin dhe në qytetet e tjera. Dokumentet arkivore tregojnë se gjatë vitit 1933 u trajtuan qindra kafsh, nga kuaj e lop deri te macet dhe shpendet, shpesh falas për pronarët e varfër. Në këtë kontekst në Tiranë u hapën dispanseritë e para veterinare, si struktura modeste por me një rol jetik për qytetin dhe zonat përreth. Ato shërbenin si pika trajtimi për kuajt e transportit, baktinë e tregut, gomarët e punës dhe kafshët shtëpiake, shumë prej të cilave mjekoheshin falas. Sipas dokumenteve të kohës, Tirana kishte 2 dispanseri aktive. Në to kryeshin vizita mjekësore, trajtime kundër infeksioneve, mjekime plagësh dhe ndërhyrje bazë kirurgjikale. Në një vend pa mekanizim ku çdo kafshë përfaqësonte një aset ekonomik, këto dispanseri ishin pjesë e drejtpërdrejtë e mbrojtjes së jetesës së qytetarëve. Dispanseritë funksiononin jo vetëm si qendra mjekimi, por edhe si pika edukimi. Pronarëve u shpjegoi si të ushqenin kafshët, si të shmangnin mbi ngarkesat dhe si të dallonin shenjat e sëmundjes. Këto përpjekje dhanë rezultate të matshme. Nga vetëm 29 qendra macet të trajtuara në vitin 1929 deri në vitin 1937 numri i kafshëve që përfitoni kujdes veterinar kaloi mbi 650. Një rritje e ndjeshme u regjistrua edhe tek kuajt dhe delet, tregues se shërbimi po zeroi dhe po fitonte besimin e popullsisë. Dhe pikërisht në këto dhomat e thjeshta mjekimi, filloi të marrë formë ideja si mirëqenia e kafshëve ishte e lidhur drejt për drejt me mirëqenien e njeriut.
Me forcimin gradual të shoqatës për mbrojtjen e kafshëve dhe me zgjerimin e shërbimit veterinar, vëmendja nuk mbeti vetëm te trajtimi i kafshëve të sëmura apo ndalimi i keq trajtimit në qytete. Ajo ushtri në një fushë më të gjerë për mirësimin e racave dhe rritjen e cilësisë së blegtërisë shqiptare. Në këtë kuadër nisën të organizohen konkurse blegtorale, të cilat dokumentet e kohës i përshkruajnë si instrumente edukuese dhe ekonomike njëkohësisht. Qëllimi i tyre ishte i qartë të nxitej përzgjedhja krerëve më të mirë, të promovojnë mbarështimi i kujdesshëm dhe të krijojnë një kulturë e re profesionale mes blegtorëve. Këto konkurse nuk kishin karakter thjesht simbolik. Ato shoqëroheshin me vlerësime teknike, me çmime dhe me njohje publike për pronarët që mbanin kafshën në gjendjen më të mirë. Për herë të parë cilësia e racës, shëndeti i kafshëve dhe kushtet e mbajtjes u kthyen në kritere zyrtare vlerësimi. Shërbimi veterinar dhe shoqata për mbrojtjen e kafshëve luanin rol aktiv në këtë proces. Veterinarët kontrollonin kafshët para konkurseve, certifikonin gjendjen qendrore dhe këshillonin pronarët mbi ushqimin dhe mirëmbajtjen. Në këtë mënyrë konkursisht ndërrojnë në një shkollë praktike për komunitetin rural. Kjo qasje tregonte se mbrojtja e kafshëve nuk shihej më si akt bamirësie i izoluar, por si pjesë e një strategjie më të gjerë zhvillimi. Kujdesi për shtazët lidhet drejt për drejt me rritjen e prodhimit, me forcimin e ekonomisë bujqësore dhe me modernizimin e jetës rurale. Në një vend që kishte rreth 6 milion krerë bakti, konkurset blegtorale ishin një hap i rëndësishëm drejt menaxhimit racional të kësaj pasurie kombëtare. Paralelisht me konkurset blegtorale dhe me zgjerimin e dispanserive, shteti shqiptar ndërtoi një tjetër shtyllë të rëndësishme, policinë veterinare. Dokumentet e viteve 30 përshkruajnë këtë strukturë si mekanizmin që lidhte ligjin me praktikën e përditshme. Policia veterinare kishte për detyrë të kontrollonte tregjet e baktive, transportin e kafshëve dhe zbatimin e rregullave higjieno-sanitare. Ajo ndalonte tregtimin e krerëve të sëmurë, izolonte rastet e dyshuara për sëmundje infektive dhe mbikëqyrte kushtet e mbajtjes së kafshëve në hapësirat publike. Ky ishte një ndryshim thelbësor në mënyrën se si shteti ndërhynte në jetën ekonomike dhe shoqërore. Për herë të parë, mirëqenia e kafshëve dhe shëndeti publik trajtoheshin si çështje të lidhura ngushtë mes tyre. Shoqata për mbrojtjen e kafshëve bashkëpunonte ngushtë me këtë strukturë. Ajo raportonte raste keq trajtimi, ndërsa policia veterinare kishte autoritetin për të ndërhyrë dhe për të vendosur masa ndoshkuese, përfshirë qoba apo ndalime tregtimi. Humanizmi i shoqatës dhe fuqia zbatuese e policisë veterinare plotësonin njëra tjetrën. Në këtë mënyrë, mbrojtja e kafshëve kaloi nga një nismë qytetare në një sistem të institucionalizuar. Kujdesi për shtazët nuk mbështetej më vetëm tek vullneti i mirë individëve, por te rregullat, kontrollet dhe strukturat shtetërore. Policia veterinare u kthye në garanci për sigurinë ushqimore, për shëndetin e baktive dhe për rendin e tregje publike. Dokumentacionet e kohës tregojnë se Shqipëria mori seriozisht mbrojtjen e të drejtave të kafshëve, duke e përqafuar si një kauzë shtetërore. Sipas dëshmive të kohës, policia veterinare u përfshi aktivisht në zbatimin e rregullave kundër keqtrajtimit dhe mbingarkimit të kafshëve, të ndaluara tashmë me ligj. Prefektët dhe kryetarët e bashkive të Tiranës, Shkodrës dhe Durrësit dhanë urdhra të posaçëm për ndalimin e abuzimeve. Një nga masat më domethënëse ishte nxjerrja një rregullore që detyronte shkarkimin e kafshëve të ngarkesës gjatë ndalesave në tregje, një vendim i thjeshtë në dukje por që u lindjeshëm lodhjen dhe vuajtjen e tyre. Në sy të vëzhguesve ndërkombëtar, këto veprime përfaqësonin një hap të pazakontë për një shtet të ri ballkanik. Adresimin e çështjeve të mirëqenies së kafshëve, në një kohë kur shumë vende ende përqendroheshin vetëm në stabilitetin politik dhe ekonomik. Pas krijimit të strukturave të para në Tiranë dhe hapjes së dispanserisë, ideja e kujdesit veterinar dhe trajtimit human të kafshëve nisi të marrë formë dhe në qytetet e tjera. Një moment domethënës vjen në vitin 1932, kur në Durrës u hap zyrtarisht dega e shoqatës shqiptare për mbrojtjen e kafshëve. Një hap që shënon kalimin nga një iniciativë qendrore në një rrjet të shtrirë territorialisht. Kjo degë u mbështet drejt për drejt nga qarqe humanitare britanike dhe nga vetë Catherine O'Leary, e cila prej vitesh ishte qenë zëri më i fortë ndërkombëtar në promovimin e respektit ndaj kafshëve në Shqipëri. Kontributi i saj nuk ishte vetëm simbolik dhe përfshinte ndihmë materiale, sensibilizim publik dhe ndërmjetësim institucional, duke kthyer degën e Durrësit në një pikë referencë për të gjithë zonën bregdetare. Hapja e kësaj dege tregon qartë se shoqata nuk synonte thjesht të ekzistonte si një strukturë formale, por të krijonte një prani reale në terren, aty ku kafshët përndoreshin çdo ditë për transport, bujqësi dhe tregti, dhe ku nevoja për shërbime veterinare ishte menjëhershme. Ky zgjerim ndodhte në një kohë ekonomikisht të vështirë, ku vendi ndjente ende pasojat e krizës botërore. Megjithatë, dokumentet e kohës tregojnë se autoritetet dhe drejtuesit e shoqatës vazhdonin të kërkonin fonde, barna dhe pajisje
duke argumentuar si mirëqenia kafshëve lidhej drejt për drejt me shëndetin publik dhe ekonominë rurale. Në këtë mënyrë, mbrojtja kafshëve filloi të shihej jo më si një luks moral, por si pjesë e ndërtimit të një shteti modern. Nga Tirana në Durrës, nga dispanseritë të ndërhyrjet policore veterinare, Shqipëria viteve 30 po eksperimentonte me një koncept ende të ri për Ballkanin, se civilizimi mate dhe nga mënyra si trajtohen krijesat më të pambrojtura. Zhvillimet e mëvonshme në Shqipëri si pushtimi dhe lufta e dytë botërore dhe ardha në pushtet e komunistëve do të bënte që arkitektura kujdesit shtetëror ndaj kafshëve të mbetej pa mbështetjen politike. Fokusi i administratës kaloi nga shërbimet civile te kontrolli ushtarak dhe logjistika e luftës. Kujdesi për kafshët, që deri atëherë ishte trajtuar si pjesë e projektit të modernizimit, u kthye në çështje dytësore. Në këtë realitet, mbrojtja e kafshëve u zhduk pothuajse nga diskursi publik. Pas vitit 1944, me vendosjen e regjimit komunist, modeli institucional ndryshoi rrënjësisht. Shoqatat e pavarura u shpërbën. Veprimtaria qytetare u zëvendësua nga strukturat të centralizuara shtetërore. Kujdesi veterinar vazhdoi të ekzistojë, por tashmë si pjesë e sistemit kolektiv të bujqësisë dhe kooperativave, e jo më si nismë humanitare apo qytetare. Shoqata shqiptare për mbrojtjen e kafshëve si organizata autonome nuk mbijetoi në këtë realitet të ri. Megjithatë, trashëgimia viteve 30 mbeti pasi ishte hera e parë që shteti shqiptar përpiqej të trajtonte mirëqenien shtazore si pjesë të qytetërimit modern.